Ne e kemi te kalu. S'është vërtet. Pajisjet e ronda nuk janë kalkulu heq. Prezentimin e tillë 5%. Ç'është kom pas unë kom koordinu nivel të vendit. Mos ma përmend tash Amerikën sepse jo po ta përmeni. Atëre përmend Amerikën. Jo, s'po zina ngosht. E para që po du të them është me një replikë kisha me kolegin tu zonin Besa, tha buxheti është rrit, është trefishu sepse i referohet plani gjithëpërfshirës tranzicionit. Unë po du të them që plani gjithëpërfshirës i tranzicionit e ka parapo që çdo 10 vjeçarin, çdo vit të shtohet nga 5 milion euro. Domethënë ka qenë plan, jo real, plan i pazbatueshëm në kuptimin e arritjes kapacitete për shkak se nëse i referohemi atij plani, pra parashihet që vetë në 2027-2028 ta ketë buxhetin më të madh ushtria 110 milion. Faleminderit, koha. Dhe kjo nuk qëndron, domethënë ne e kemi te kalu. S'është vërtet. 5% që ka qenë veç për mirëmbajt ushtrinë të cilën e kemi pas atëherë, domethënë pa u transformu fare. Ndërsa, për shembull, garda kombëtare nuk është kalkulu hiç. Pajisjet e ronda nuk janë kalkulu hiç. Regjimenti i helikopterëve, ku ende nuk e dim sakt, a do të marrim Black Hawk, a la kota, se duhet edhe me vlerësu cili ka kosto operacionale më të favorshme për Kosovën, as ajo s'ka qenë kostume, kështu që nuk është vërtet. Ajo 5% ka qenë sepse e di se e kom draftu vetë me dur të mia prezantimin e tillë, 5%. Kështu kom pas unë kom koordinu nivel të vendit, kështu kom pas. 5% ka qenë vetëm për mirëmbajtjen e misionit që ne e kemi pas deri në transformim. Është vërtet, mund mi marr dokumentet me shifrat, ai dokument ekziston, dokument zyrtar është i cili e ka parapo gabimisht, domethënë çdo një vit shtohen nga 5 milion euro, 5 milion domethënë. Jo më shumë. Atëherë tregon pra ku është kostoja e pajisjeve të ronda, ku është kostoja fazës tretë, ku është kosto regjimentet që unë po tregoj, nuk janë kont kostume, pjesë shumë do. Jo, se kemi hartu apo thuçe ekipin që ka dërgu Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë dërguar me na ndihmu me kostu e kanë kostu gabimisht. Mos ma përmend tash Amerikën sepse po ta përmeni. Atëre përmend Amerikën. Jo, s'po zina ngosht, më fal. Ushtrinë e kemi ndërtu bashk me Dirin. Defense Institute Reform Initiative që ta kanë thënë ekipin e specializuar. Planifikimin financiar për ushtri kemi bë bashkë me amerikanë, në qeveri kemi thënë veç për mirate.